Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit rronditi opinionin publik, por jo të gjithë. Në rrjetet sociale shpërtheu një valë gjë reagimesh absurde që justifikonin veprimin kriminal të autorit. Vrasja erdhi pas një konflikti shumëvjeçar pronësie të familjes Shkambi dhe disa familjeve në Shkodër. Pas ekzekutimit, shumë komentues në rrjetet sociale shprehen mbështetje për autorin e vrasjes, duke e justifikuar veprimin me argumentin e gjerë se sistemi gjyqësor në Shqipëri është i korruptuar dhe zvarrit çështjet. Kjo situatë u thellua edhe nga hapja e një faqeje me GoFundMe, ku u mblodhën rreth $14,000 për avokatin e autorit, para se faqja të mbyllej. Në këtë kontekst, vlen të theksohet se në draftin e kodit të ri penal, i cili është ende në konsultim publik, është përfshirë pikërisht një nen që synon të dënojë këtë lloj sjelljeje. Neni i ri, neni 409, mbështetja e kryerjes së një krimi, dënon me burgim nga 1 deri në 4 vjet aktin e mbështetjes së autorit të krimit për veprën që ka kryer, duke lartësuar publikisht veprimin e tij dhe duke e paraqitur atë si zgjidhje e pranueshme e situatës. Nëse kjo mbështetje bëhet nëpërmjet mjeteve të komunikimit masiv, dënimi rritet. Ky parashikim ligjor i ri vjen si një masë ndëshkimore ndaj personave që në vend që të dënojnë dhunën për kraj në aktet kriminale në hapësirën publike, qoftë kjo edhe virtuale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.